i avut ky është ajo, po ishte si në prefekt ai i qytetit. Edhe ishin edhe kafshatrat shqiptare, domethënë që kishin ardhur me kohë në qytetin tonë. Edhe aty u përfruan vetëm plakat, gratë e reja, fëmijët e vegjël, edhe asnjë burr. Ata 4-5 burrë që shpëtuan i solën me bonest. Aty na mbajtën 5-6 muaj. Nuk ishte ditë që mos mbaroseshin fëmijët e vegjël, se kjo prishë rregull, s'kishin me hangërë, arade së mundja në sëndërisë. E pak fjalë, vdikin gjithë ata me qindra, fëmijë, plaka, edhe njerëz domethënë që ishin të shumtur. Ja pishëm ka vërë për ta, fjalin e Xhaxhait, më kanë vërë aty Xhajo, edhe një tezë kisha kështu të ka realizuar, më vonë më hodhën nga shkallat, edhe atë në fund shkallat e pranë. Ishte ca plegje që i kanë kaluar 80 vjetë, 80 vjeç. I kanë ngrëmisur, domethënë i kanë rrugullisur nga shkallë, se i kishte shpitu katëshe, 3 katëshe. I kanë hedhur nga shkalla lart, i ka dalë shpirti në fund të shkallës. Vim direkt rit, natën, edhe na hyn në shtëpi. Na i morën ato delet, na kishte prova 3-4 dele, i mori, doli nana me atë gozën kështu. I tha, ama sa i morë delet ta mirat vajza ta paqumësh tha. I kisha nana se një plum do harxoj tha. Këtë plum i tha, nuk më dhim se ky plum i mua, tha, po të brenda tha. Por dëgjoj me komshit sipër, për tiçën e kanë nuseve të kishin marrë vazat nga veshët kështu. Po me gjithë mish, po kishin hequr atyre vet. E i kishin torturuar, unazat i kishin prek gishtat, jo kishin marrë. Tortura nga më të mëdhaja. Janë vrarë, gra, fëmijë, u kanë nxjerrë fëmijët nga barku, u kanë prerë tuar, tëmën, duke u marrë që kishin historira e kështu. Grave të biles u qanë barkun, u kishin fëmijën. Kishte një, ja ka që kishe shpatlat. E kishte një shpat, ka të madhe, gjithë gjak. Nga janë e mante nana djalin, nga janë i pintaj. Bam. Gjë e parë që kërkuan ishin florit. Qa kishin ato? Nëna ime dhe gruaja Xhaxhait se banonin bashkarisht, qa kishin i hoqën nga veshët e nga të gjëra dhe e dorëzuan. Tashti tha kemi pak punë me djalin, tha, po ta marrim deri aty për vllajën e madh dhe do t'u kthejmë prapë. Unë nuk e pash, por nëna ime u lëriti dhe ndigjoi një të kërcyer për pjet, vllajt i prem kokën. Nuk ishte vetë 17 vjeç. Mi ishte vrarë babaj, mi ishte vrarë vjërë i halës time. I morë edhe i quan në xhami të Paramëtis, edhe atje u pris në kokët. Halla ime, me jadit të tjera, u thanë hajde të fshini xhamin. Ven të shikojnë të fshini xhamin, atje ishte xhamia mbushur me këfoma, të prera kokët. Kurse halla ime e njohu të vëllanë, ishte 5 motra që vëllak, e njohu këtu, me fanel që mbajnë në veshur. Kurse të vjërrin e njohu këte në këto skalcinjat e bardha që mbajnë. Edhe s'kish vënd për të shirë, atje ata ish punë për të parë. Në mirë besim, na mori një komshi. Që është Barba, cili Barba ishte? Cili Barba. Dhe ne e paguam atë dhe na mori na futin në podrumet e shtëpisë tij. Sa na i mori ato florin, natën e parë na dalim brenda, të mesmen na dorëzorin në nxorrin nga shtëpia. Na morën na çon në një kish. Aty në kish, mbaj mend që na kanë nxjerrë të paktën 3 herë për të na pushkatuar të gjithë. Po ndërhyrja e disa oficerëve anglez, mbaj mend ishte edhe një grua aty. Na morën dhe na futën prapë brenda. Edhe na quan në Gomenicë. Aty ndajëm 4 muaj e gjysmë një kamp përqendrimi që ishin magazinat e portit Gomenicës. Ato ishin në Qepena, i maj mend shumë mirë kur hapeshin dhe mbylleshin. Edhe aty patëm një trajtim shumë poshtë. Hapeshin Qepenat ndark, merreshin vajzat të reja, nxirreshin jashtë, përdonoheshin, ca vinin, disa s'vinin. Ulërima kishte nga të gjitha anët, për gjithë natën
një ulërim ishte këtej, një ulërim këtej, vetëm femra, ulërimat e femrave ndigjoheshin. Unë kisha 2 vjetë martes, më vra vëllai 25 vjeç. Edhe 2 vëllezër e burit, Sulejmani, Hamidi, edhe vëllai im e Keremi, 25 vjeç ishte ai. Punati i madh ishte 39, i dyti, i vogël ishte 22 vjeç. Edhe në kanë marrë dhe 700 gre dele, banditët grek. Më kanë ndjekur dhe një halë, që është në tjerëve sot për. Dhe me kam në përqendrimit të kthehemi aty ku ishim, më dikin e një motë nga Korea, se s'kishin që me ardhën.